Në katedralen Shënt Shtefni në Shkodër u zhvillua ceremonia ndezjes së dritave të Betlehemit, një moment me domethënie të veçantë shpirtërore për besimtarët, që simbolizon paqen, shpresën dhe lindjen e Krishtit. Zoti e bekoft këtë Betlehem, e nëpërmjet bekimit të tij bekoft familjet tuaja dhe i shndroft në ato streza të cilat e pranojnë Krishtin më ardh, edhe me jetu mbrëmësinë e tyre, në mentatit, e të birit, e të shpirtit shenjtë. Amen. Gjatë ceremonisë në fjalën e tij famulitari i Shkodrës Don Vllaç Shpallaj theksoi rëndësinë e dritës së Betlehemit si simboli i dashurisë, unitetit dhe besimit, duke ftuar besimtarët që këto vlera t'i përcjellin në familjet dhe komunitetin e tyre. Falenderojmë Zotin që kena mundësi edhe nëpërmjet këtyne simbolikave siç është Betlehemin, të cilin jo këshilloj që gjithmonë bani atë sakrificën edhe ta bani në shtëpinë tuaj, sepse kjo është simbolika më e bukur e kohës së kështnedhave e ardhjes së Krishtit, por që i ka dhënë edhe domethënien më të veçantë edhe kohës së njerëzimit, sepse kjo ngjarje e lindjes së Krishtit do të shënojnë rrjedhjen e historisë. Ndezja e dritave personifikon parasgjithash atë ndezjen e dritës së Krishtit në shpirtin tonë. Prandaj bani shumë kujdes, edhe këto dritat që janë ndez nëpër rrugë të qytetit, nuk dohet më ndez për me pi çaj e birrë me hangër kebab. Janë ndez për më kujtu për këtë ngjarje kaq të madhe, më e madhe historisë së njerëzimit, e mishërimit të Krishtit i cili vjen si dritë për me ndriçu mendjet dhe zemrat dhe me sfidu atë errësirën e mëkatit e me largu çdo të keqje për jetës tonë njerëzore. Ceremonia u ndoq nga besimtarë të shumtë, të cilët e përjetuan ndezjen e dritave si një moment të reflektimi dhe lutjeje në prag të festave.